Mia Islamin e kam pasur cak bisede gati 2 vite. E thira të takohemi për të bërë një intervistë, megjithatë, kur Mia Islami më pyeti me një buzëqeshje të lehtë ironike, "Ke parë ndonjë ndeshje handbolli të klubit ton?" Më erdhi turp t'i përgjigjem. "Jo, asnjëherë." Mia qeshi i butë dhe shtoi. "E po, ja ku e ke rastin, në sallën e Enver Idrizi këtu afër." Në atë mbrëmje teksa hymi në sallë, e ndjen menjëherë ritmin e një bote tjetër. Zhurma e topit që përplaset, prohoritjet, duart që duken në ajër dhe vajzat e Mias që lëvizin me një shpejtësi befasuese, aq sa të duket sikur topi zhduket mes tyre. Ato luajnë me trup, por edhe me zemër. Sekreti, ta thot Mia, i kemi trajnuar prej kur ishin të vogla. Janë rritur me këtë ekip, por pas çdo loje të suksesshme fshehet një betejë shumë e gjatë. A është e lehtë për një grua të jetë në krye të një klubi handbolli? Jo. Ka pasur momente kur edhe ajo është lodhur, kur mendoj të heq dorë. Por ashtu si vajzat e saj në fushë, edhe Mia ka mësuar të mos dorëzohet, të jetë e pranishme në çdo stërvitje, në çdo vendim, në çdo fitore dhe çdo humbje. Sot ajo është më shumë se trajnere dhe drejtuese, është frymëzim. Shembull i një gruaje që ndërton forcën e vet në heshtje, me disiplinë, me përkushtim dhe me besim te vajzat e saj. Mia Islami ka lindur në Shkup, në lagjen Serov, dhe është vajza e vetme në familje. Me sportin u lidh që në shkollë fillore, në ndikimin e vëllait të saj Ekrem Islami dhe me përkrahjen e familjes. Filloi me atletik në klubin Vardar, por u tërhoq për shkak të paragjykimeve shoqërore, megjithse ishte e talentuar. Në vitin 1979-80 u regjistrua në Fakultetin e Edukatës Fizike duke qenë një nga pak shqiptare të asaj gjenerate. Në vitin 1979-80 u regjistrua në Fakultetin e Edukatës Fizike duke qenë një nga pak shqiptare të asaj gjenerate. Pas përfundimit u angazhua si arsimtare dhe më pas si trajnere për të motivuar vajzat shqiptare të merren me sport. Në vitin 1996-97 krijoi klubin Rinia dhe në vitin 2008 themeloi klubin Çair, klubin e parë shqiptar të handbollit vetëm për femra, që sot është pjesë e Superligës. Mia ka qenë pionere në sfidimin e paragjykimeve shoqërore dhe ka punuar për emancipimin dhe zhvillimin e vajzave përmes sportit, duke lënë një trashëgimi të qëndrueshme dhe të pritshme në komunitetin e saj. Kemi ardhur në një ndeshje handbolli dhe me thonë të drejtën është hera parë që jam në një ndeshje handbolli. Ka qenë për shkak se deshëm edhe të shohim një ndeshje në cilën luajnë gratë, po mbi të gjitha sepse në krye të këtij grupi të handbollit qëndron një grua e fuqishme si Mia Islami. Mirë se po të gjej Mia. Faleminderit se gjeta edhe juve këtë në palestër. Mia, gratë në sport i gjejmë shumë pak dhe aq më pak në krye të një klubi të handbollit. Besoj rruga jote ka qenë e vështirë. Jo, pak, por shumë e vështirë ka qenë, si e vogël, se moshën jam me thonë me për vjetrave generatat, edhe kum hasë me shumë probleme. Dhe jo për shkakun e familjes, me sa ka mësuar. Familja, pa familjen, me sigurisht kisha me mbri deri këto që jam. Ka qenë e vështirë për shkak të rrethit më shumë? Rrethit, Serovës. Të ka bërë disa herë të heqish dorë? Shumë pengesa kum pasën. Jo për të meve, as për babës, as për mamet, as për familjes ndryshe, por rrethi aq vështirë e pranun që ekstrem isha ndoshta për ato, po thjesht e dësha sportin. Si e vogël, shkollë fillore, kur isha arsimtari edukatë fizikës, më qeke në gara, edhe rrethi, jo që su pajtojke, por qëdesin, si mundet një femën në atë kohë me marrë me dishka që i sosh normal për atë kohë. Besoj sot i shihja vajzat teksa loznin handboll dhe mendoja që e kanë shumë lehtë ato pas të jetë të luajnë, apo jo? As pak se kanë lehtë. Veç zemër duhet me pas për handboll, duhet zemër luftarake. Apo, e kam fjallën për rrethanat. Në kohën tënde ka qenë shumë vështirë, po sot nuk është më vështirë si atëherë. Jo, edhe ende është. Këtë kohë mobilat, non-stop vajzat për shëna për rrugë, me mobilat të hecën.
mundona që t'i largoj prej asaj sfere se mendimin të atinve se sa do kudo me jetë shëndosh, vazhdon edhe jeta ma shëndosh. Tu në jetën shpi edhe tu këshirë filma ose seriale ose diçka, mbyll të janë vajzat. Nuk foli për gjithësi, po me siguri 70% nuk miren me as pak sport. Udhëheq prej kohësh klubin handballistik të grave, Qairi, edhe i pash që gratë ishin mjaft të shkata vajzat që luanin handball. Po i mësojna për moshës ma të vogël që t'jon ma ashpër se kundërshtari do në të mbrëzh portën, pa mes me ka një fort, nuk ka shansa, do me thonë hup. E këta i mësojna për moshës ma të vogël që të shtihen me zveti, të luftojnë. Do me thonë që handballi kush fiton normal se gëzim adrenalini hip edhe u vërtetut edhe jo, që çdo moment kur mbrojti ose diçka me aplauza për sjelljen edhe çato. Ju udhëhiqni grupin e më të vegjelve dhe po ashtu grupin e vajzave të rritura. Po jam themeluese e klubit Qer, kryetare klubit Qer, me të reja punoj. Sot para se këtë ndeshje ishim gostivar me pionerët edhe atje fitum me Jakona. Edhe këtu fitut, do me thonë gjithmonë ju fitoni, ja? Jo, gjithmonë, ka edhe do ekipa që kanë edhe tradit, mos t'i përmendi këtu momentalisht, po jena ndër më të mirave Superligës, kur folna më të rritur më shkajnë, Superligës. Po ne garojnë edhe Ligën Pionerëve, shpresoj se edhe ati do suksese kina me pasën, veç i los edhe njëherë, për herë i los kështu kur marrë pjesë do një emision si te jo luaj derën, ne ta luajnë derën e ne t'i lishojnë vajzat me u marrë me diçka. Jo, s'do me thonë me sport, po ka lloj sporte. Në fakt, shtytja jote më e madhe ka qenë vëllai. Po, vajra me t'lia. Ai pasion e ka pasën që s'ka mbrita e si ka qenë nxënësi i Rahmetlis mundësit Ali Begaj, Mentaz Ali Begaj, edhe ka pas lëndime në komës, së ka mund të vazhdoj, po e ka vërit të une, se jo me qashtu e aftë, diçka për sport, në ka për cjellën. Bukvalesh masër klasës 8, kër e krita shkollën fillore, e përdore murë edhe më regjistrojt edukat fizike shkollët mesëm, atë ko 75 të më foli. Ato kanë qenë frymëzim në fakt dhe ti e vazhdon misionin e tyre. Jo mundue edhe prap faleminderoj kohës, kur kum lind në kohën të, ku kum dashtën, kum pas mundësi dalë edhe jashtë shtetit tonë, po vusha për këtë rejtin se e meritojnë edhe këtë vajza shumë të mira ka. Do me thënë, ti ke qëndruar këtu në Qair, për shkak se ke dashur të ndryshosh vendin tënd, jo për ty ku është më e lehtë. Po kum ndryshu, të vërtetën kum ndryshu. Vetëm klub me femra shqiptare shka mirë në këto në Macedoni. Do me thonë, këtë kundërshtari kena tër Macedonisë edhe në Europë garojna. Mos të haroj se edhe kom ndihmas këtu ishë nxënësit e mi, treneri kryesor është Basri Latifi, ndihmas është edhe Kafur Hasani, edhe këto Beratin e kom edhe Mamerin, kondicion trener, e kom edhe Gabrielen, lojtare, që edhe punon edhe me treas, me mu në bashkë, se mbi 70 deri 100 vajza kena. Nuk është e një ose 2, po pegi shumë. Veç lusë edhe rejtit tonë, që të na ndihmojnë pak kushtës si kena si duhet, me të e patë këtë salën si është, po me 70 vajza, me punu, me ndoj filestarët edhe pionerët që garojnë, me një termin shumë vështirë është edhe rezultatat pritna. Kvaliteti vjen kur edhe kushtet përmisohen, për ato më dësha një apel edhe të themë a komunës, a prindve, a sponsorave, a dikush me pak, me kontribu pak ma shumë palestrat kena në rrethin tonë, se mungojnë në shkolla fillore kena veç të komuna jonë. Du të ceke edhe qëto.
Në fakt nuk dia kam premtuar në fushat se do bëjnë ndonjë sallë sporti, por megjithatë ne bëjmë një thirrje që të bëjnë salla sporti dhe sidomos t'u dalin në ndihmë juve. Mia, besoj që njerëzit ty të njohin tashmë, edhe Po ishë nxënësit e mi. edhe ishë nxënësit e tu që do kenë fëmijë dhe që nesër do t'i regjistrojnë. Po mi vinë. Ti sjellin vajzat të shumë bukur. Sjellin. Po për që ato nuk reklamona shumë, flajera nuk shpalli kështu në publike. Facebook jëm aktive, Instagram ashtu, mesazha më qënë, kam dëshirë t'i regjistrojnë vajzat. Po edhe, ilus edhe prind t'i përcjellin edhe vajzat pak, se shumë në përruk. Porin vajzat. Po, shumë. Në fakt... Qajrë qane jam, këtu kum lindën, këtu kum punu, edhe këtu normal vazhdoj. Të japësh kontributin, apo jam? Po, kontribuaj. Ke ndonjë moment nga karriera yte në krye të këtij klubi, ndonjë moment emocional që ty të ka bërë të vazhdosh edhe më tej dhe mos dorëzohesh? Sepse në fillim, kur kam lexuar biografin tënde, kam parë që 2-3 herë je dorëzuar dhe pastaj je kthyer më fuqishëm. Tregoj drejtën, pengesa kum pas shumë në jetë. Cila ka qenë më e madhja? Po mos përmendi, e dinde. Rreth e din. Po falë Zotit, falë disa personave që prap s'm kanë rënë bashkë. Edhe kemi vazhduar më fuqishëm. Do vazhdojmë që të merremi me këtë sport edhe do bëjmë thirrje edhe një herë të gjithë prindërit, rreti, komunitetit të ndihmojnë këtë klub handbolli dhe po ashtu t'i regjistrojnë vajzat, me që na vjen si këshill edhe nga një profesoreshe e cila po na thotë që vajzat në vend që të rinë rrugëve është mirë që të angazhohen me handboll. Ne të falenderojmë për kohën. Pak me lotë, me emocionet jam, ma fani kështu. Po, besoj që asnjë sfidë nuk është e lehtë, sidomos kur i përjeton lëkurë. Ma merr mendja që ka qenë e vështirë. Po, është e vërteta. Po. Po me rrit vajzat, duhet me marrë pjesë edhe kur luajnë vajzat vogla. Ato pak ma interesant janë, se din, fillimi është i vështirë, po luftoj si pedagog, si psikolog, normal si qetësoj, kanë tremb, kanë frikë, frikon sulmojnë edhe mos përmendje edhe negativitetet që ne s'kena refer nanën tonë, do me thonë Macedonasit referojnë. Kena pak probleme në atë aspekt, sa do kudo s'ka kusht në autozoje ose të shka me në ndikmue. Me s'ma duket, jo klubi është mirë, po ku refera, ku ndihmas nuk punojnë. Besojni, ku e di. Do njerë thëmë, po frigon edhe me dekë. Se kujt ja lënë dorë, Po, kujna ke me lënë dorë këtë. Edhe më shumë. Si me ritmi të mi. Po. Sa vite u bën me klubin? 2008 e kum regjistrue, do me thonë 21 tetor. A për ndryshem për rinjën themelues edhe kum qenë klubit handballistik Rinia, po shkak jo probleme, po diqishu s'kishim kushte me dje me vajza edhe unë u tërheqa një kohë si thatë për para me pengesa të ndryshme i kum pasën. Edhe salla s'kena pas Partizani u prishur djek, dishka këtu s'kishte sallë, s'kisha ku të shtroj, shkësha edhe në butel, po s'në qëndrova. Pastaj, kur u themelu Komuna Qajrë 2007, më duket, guxim mora shumë të madhë, po thash pse mos me regjistru edhe unë një klub. Edhe ne të urojmë një gjatësi me klubin, edhe besoj që do kesh shëndet plot, kështu si ja ke fillu, dukesh si 20 vjeçare në mosh pensioni, do të kemi dhe gjatë dhe bashkë, do përpiqemi që ti ofrojmë të gjitha kushtet. Atëherë kush do ndihmoje, drejtohuni te Mia Islami edhe për më tepër ju ndihmoni 70 vajza të klubit për pas Minimumi sukses. Është të njerë, ma shumë dalin të vinë. Më shumë se 70 vajza, të cilat kanë suksese, sjellin trofe, vendet para edhe Evropë fuqish. shkojnë. Kë konsideron suksesin më të madh të klubit? Po ishim vjetë
EHF Klub, do me thonë për 64 ekipa në Evropë, ne arritëm deri 16 vend, është suksesi shumë i madh. Po edhe ofron kjo, sporti ofron që lëvizjet bojna jashtë shtetit, edhe vajzat që sot si pionerët, kurse kam pa disa gostivarin, po shkun gostivar, ose nohor, ose në strug, ose kumanov. Edhe shëtitni, edhe garoni, edhe fitoni. Edhe garoni, po. Edhe fitoni që është më rëndësishme. Po, fitojna se, ju them, kvalitet ka, po edhe kushtet du të përmison. As pak slitna, veç kushtet, edhe për salla, edhe financiare, se edhe vajzat s'ka në dashuri për sport, po edhe për interes. Jo interes, po e meritojnë. E ju vërtetu çfarë loj ke sot, me shpirt, me krejta zemrën e lënë teren që të fitosh. Do me thonë edhe du të durat, si durat. Edhe mbështetje nga komuniteti. Faleminderit shumë mia që na pranove dhe faleminderit për emocionin që na e dhanë vajzat e tua. Edhe ishin shumë të mira, gati po mendoja që nuk kishte top aty, kishte një kimi shumë interesante mes grupit. Faleminderit edhe të urojmë shumë sukses. Shumë faleminderit edhe gjithashtu urmeni edhe prapë të merrni pjesë do një ndeshje kena të rëndësishme edhe me pionerët edhe me seniorët. Faleminderit.